Serialet turke prej shumë vitesh janë ndër më të ndjekurat nga familjet shqiptare. Por a e keni menduar ndonjëherë se disa nga aktoret më të famshme turke kanë origjinë shqiptare? Ato i kemi parë në seriale si Deti i Zi, Tokë e Hidhur, Gjenju dhe tek seriali historik Sulejmani i Madhërisëm. Dhe mos e humbisni fundin e videos, sepse aty kemi disa emra surprizë. Melis Sezen është një nga aktoret e reja më të njohura dhe më të komentuara të momentit në Turqi, të cilën e kemi parë në seriale të ndryshme si I Pabesi, ku ka luajtur rolin e Derinit, një personazh kompleks që dashurohet me një burr të martuar. Gjithashtu në serialin Gul Qemal, ku luan rolin kryesor bashkë me aktorin e serialit Tokë e Hidhur. Së shpejti do e shikojmë tek seriali Gjenju që pritet të fillojë në TV Klan, ku ka rolin kryesor së bashku me aktorin e njohur Aras Bulut. Dhe nëse dëshironi të dini më shumë rreth serialit Gjenju, mund të ndiqni videon e plot në kanalin tonë. Origjina e saj shqiptare është një pjesë e rëndësishme e identitetit të saj. Babai I saj është një shqiptar I Maqedonisë së Veriut. Melis ka treguar shpesh në për intervista se kjo përzierje kulturash ka ndikuar në formimin e saj dhe kryesisht në pasionin e saj për kërcimin. Ajo është në qendër të vëmendjes për shkak të serialit më të ri Delikanli me Mert Ramazan Demir, që po bën namin në rrjetet sociale. Melis luan rolin e Hazan, një infermiere që dashurohet me Mertin, një shofer taksie. Seriali ka nisur transmetimin në prill dhe trajton një histori të fuqishme dashurie, tradhtie dhe hakmarrjeje. Ndërkohë që flitet edhe për një kontratë të rëndësishme në Paris për të bërë imazhi një parfumi luksos që do të mbajë emrin e saj. Irem Helvaqoglu është një nga aktoret më të vlerësuara të Turqisë, e cila arriti majat e suksesit me interpretimin e saj rëqethës në rolin e Nefesit në serialin fenomenal Lot në Detin e Zi. Roli I cili dha edhe çmimin Flutura e Artë si aktoria më e mirë. Sa I përket origjinës, Irem ka një lidhje të fortë me Ballkanin. Edhe pse ajo ka lindur në Gjermani, gjyshi I saj ka qenë me origjinë nga Shqipëria, gjë që ka bërë atë më të lidhur me traditat dhe trashëgiminë e pasur kulturore shqiptare. Irem mund të jap fund beqarisë shumë shpejt me biznesmenin Ural Kaspar, ndërkohë që përflitet se ajo po shqyrton një ofertë për të luajtur në një film biografik për një figurë historike shumë të rëndësishme. Nur Fetahoglu është një nga aktoret më të njohura të serialeve turke dhe një figurë shumë e dashur për publikun. Ajo u bë e famshme me rolin e saj si Mahidevran në Sulejmani I Madhërisëm, ku interpreton një grua ambicioze që lufton për të ardhmen e djalit të saj, dhe në seriale të tjera si Dashuri e ndaluar dhe Babil, duke treguar vazhdimisht aftësinë e saj për role të ndryshme. Ajo që tërheq shumë vëmendje është origjina e saj. Sipas disa burimeve dhe biografive që qarkullojnë online, Nur përmendet se ka rënë një shqiptare nga Kosova nga ana e nënës, dhe pse nuk specifikohet qartë një qytet I saktë, dhe më pas familja e saj është shpërngulur në Turqi. Por kaq mjafton që fansat ta bëjnë atë shqiptare. Ata janë shumë aktiv në profilet e saj, duke komentuar në shqip dhe duke lidhur gjithnjë më shumë me origjinën e saj të përfolur. Edhe pse vetë aktoria nuk ka bërë shpesh deklarata të drejtpërdrejta për këtë pjesë. Përveç karrierës, jeta e saj private ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes. Ajo ka pasur një marrëdhënie të komplikuar me ish bashkëshortin e saj, me të cilin është ndarë dhe ribashkuar disa herë. Gizem Karaca është një nga aktoret më të bukurat e ekranit turk, e cila nisi rrugtimin e saj si modele duke u shpallur Miss Bota në Turqi. Në Shqipëri është e njohur në serialin dramatik Barai, ku mahniti publikun me transformimin e saj. Origjina e Gizemit është një detaj shumë interesant që e lidha të ngushtë me Shqipërinë, pasi nëna e saj është shqiptare, një trashëgimi që ajo e ka përmendur shpesh si burim të bukurisë të saj. Së fundmi, qarkullon një thashethem se Gizem po planifikon të shkëputet përkohësisht nga aktrimi për të fokusuar plotësisht në biznesin e saj të produkteve organike në Izmir, ku jeton në një fermë luksoze. Ndërkohë që flitet se po negocion fshehurazi për një rol protagonist në një produksion gjigant të Netflix që pritet të nisë xhirimet vitin tjetër. Nur Surer është një ikonë e vërtetë e kinematografisë turke. Me një karrierë prej më shumë se 4 dekada, duke u bërë e njohur për publikun shqiptar përmes roleve në serialet si Vajza pas xhamit dhe së fundmi e kemi parë në televizionin Klan me rolin e zonjës Hulja në serialin Familja, ku luan krahujeve Serena e Sarikaja Kivanç Tatlituk, I cili po ashtu ka origjinë shqiptare. Në lidhje me qytetin mund të shikoni videon e mëparshme. Sa I përket origjinës, Nur është nga ana e nënës me origjinë shqiptare, pasi gjyshi I saj është nga Kosova ndërsa gjyshja është nga Shqipëria. Aktoria thot që kjo përzierje I ka dhënë karakterin e fortë dhe disiplinën në punë. Pavarësisht moshës dhe karrierës së gjatë, ajo ka marrë një ofertë shumë fitimprurse për të qenë imazhi I një kompanie bijuterish që vlerëson bukurinë natyrale. Ndërkohë që flitet se po shkruan një libër me kujtime ku do të zbuloj pra pas skenat e patreguara të serialeve turke ndër vite. Su Burcu Yazgi Çoskun është një nga yjet në rritje më të talentuar të gjeneratës së re, e cila ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm, sidomos me rolin e Asijes në serialin Vëllezrit e Mi.
ndërsa aktualisht po bën bujë në serialin e ri, Për Alla e Natës, krah aktorit bukurosh Burak Deniz. Origjina e saj është një detaj që lidh sërish me trojet tona. Suburçu ka deklaruar se familja e nënës së saj është me origjinë shqiptare dhe ruajnë me fanatizëm tradita. Ajo tregon se në shtëpinë e saj mbizotërojnë gatime dhe veshje shqiptare. Gjithashtu ajo shfaqet në rrjetet sociale duke kënduar këngë shqip, si rastin e këngës të Butrinti Ymeri, ndërkohë që flitet se ajo ka nënshkruar një kontratë rekord me një markë botërore kozmetike, duke u bërë aktoria më e re turke që arri një marrëveshje të këtyre përmasave. Sumeyye Aydogan është një nga aktoret më premtuese, e cila tërhoqi vëmendjen e publikut me rolin e saj sfidues si Melisa në serialin rinor Më dëgjo, por suksesi i saj vërtet u konfirmua me interpretimin në serialin Gaddar Mizori, ku luajti krahylli Çagata Ulusoj, duke u kthyer në një nga emrat më të diskutuar të vitit. Sa i përket origjinës, Sumeyye ka rënjë të pastra ballkanike. Familja e saj është me origjinë shqiptare, ku të parët e saj kanë emigruar nga Shqipëria dhe Kosova drejt Turqisë. Një trashëgimi që ajo e ka konfirmuar me krenarin e disa intervista ku ka theksuar natyrën e saj kokëfort dhe këmbëngulse si tipar shqiptar. Së fundmi, në qarqet e medias roz po qarkullon me shpejtësi thashë themi se marrëdhënia e saj me aktorin Atakan Hozgoren ka marrë një drejtim serioz dhe çifti po planifikon të bashkëtojë. Deniz Barut është një aktore shumë e respektuar në Turqi, e njohur në seriale të rëndësishme si Diamante dhe Dashuri, ku luajti Pinarin, dhe në serialin e famshëm Osman, ku luajti rolin e Ismihan Sultan. Origjina e saj është nga Shqipëria, fakt që ajo e ka deklaruar me shumë krenari, përmes një postimi emocionues në rrjetet sociale për ditëlindjen e të atit. Ajo e quajti atë shqiptar tipik që inatoset shpejt. Në media turke përflitet se ajo po bashkëpunon sërish me bashkëshortin e saj për një film të ri. Deri tani kemi parë disa emra shumë interesant, por lista nuk mbaron këtu. Nëse doni një pjesë të dytë me emra të tjerë, na ndiqni dhe lini një like. Na shkruani në komente cilat prej këtyre i dinit dhe cilat ju surprizuan. Dhe nëse keni emra të tjerë, na i sugjeroni për videon tjetër që po përgatisim. Tani le të shohim emrin e fundit, që është edhe surpriza më e madhe e kësaj liste. Hilal Altimbilek është një nga aktoret më të vlerësuara dhe më elegante të Turqisë, e cila arriti majat e suksesit botëror me rolin e saj ikonik të Züleyhas në serialin shumëvjeçar Tokë e Ndaluar, ku për 4 sezone mahniti publikun me interpretimin e saj dramatik. Ndërsa tani po e shikojmë në televizionin Klan në serialin Jeta ime e mrekullueshme. Por diçka që fansat nuk e dinë është që origjina e saj është shqiptare. Baba i saj ishte një shqiptar i Kosovës, konkretisht nga qyteti i Mitrovicës, i cili emigroi në Turqi. Aktoria përmend gjithmonë me shumë dashuri lidhje me teatrin dhe trashëgiminë e tij, duke u shprehur se disiplina dhe forca e saj vijnë pikërisht nga karakteri shqiptar. Në mediat roz po qarkullojnë thashetheme se marrëdhënia e saj me Burak Deniz ka ndryshuar, pasi dyshja është parë shpesh bashkë jashtë orarit të punës në lagjet më luksoze të Stambollit. Përveç kësaj, flitet se Hilal ka marrë një ofertë marramendse nga një platformë ndërkombëtare për një projekt që do të xhirohet në Ballkan, ku ajo mund të luajë rolin e një gruaje me histori të ngjashme me origjinën e saj të vërtetë. Kjo ishte lista e plot. Faleminderit që na ndiqni.